është dukshëm më i ulët edhe se sa mesatarja e normës së papunësisë në Ballkanin Perëndimor, e cila në fund të vitit 2025 shënoi 10.6%. Krahas rënies së papunësisë, kemi dhe një rritje të pagave për sa i përket pagave në sektorin privat dhe në sektorin publik. Kemi një rritje të pagës mesatare për gjatë 3 mujorit parë të vitit 2026 në masën 935 euro dhe krahasuar kjo me pagën mesatare për gjatë 3 mujorit të vitit 2025, e cila shënoi vetëm 831 euro, kemi një rritje me mbi 100 euro të pagës mesatare në vend për gjatë këtij 3 mujori. Paga mesatare në sektorin publik ka arritur në masën 1094 euro, ndërkohë që paga mesatare në sektorin privat ka arritur në 871 euro në fund të 3 mujorit parë të 2026, nga 753 euro që ka qenë në fund të 3 mujorit të vitit 2025. Nga ana tjetër, fal edhe masave të marra për formalizimin e punësimit në sektor kyç të ekonomisë, vjet re që kemi një rritje të numrit të punojësve të cilët kanë pësuar rritje pagash, pra drejt fashave me paga më të larta. Kemi një rritje të numrit të punojësve që përfitojnë paga nga 70.000 lek deri në 100.000 lek dhe kjo rritje është me 14.6% krahasuar me qershorin e vitit 2025. Sikundër për ata punojës të cilët përfitojnë paga midis fashave 100.000 lek dhe 120.000 lek të reja, rritja është më e madhe, është 25.3%.